për herë të parë në histori është një burr I cili për një kohë të gjatë këtu në organizatë ka marrë trajtim dhe tash ndihet I fuqizuar që heshtjen e tij me BZ dhe për herë të parë do të flas publikisht para të gjithëve. Sigurisht ajo që presim të ketë impakt në shoqërinë tonë është fakti që do të thyen tabut, pa marrë parasysh që shoqëria jonë viteve të fundit po I mbështet të mbijetuarit e dhunës seksuale. Mirë, por kur flasim për burra që kanë përjetuar dhunë seksuale, kjo është çështje që ende mbetet e fshehur dhe ende mbetet e stigmatizuar them, kështu që për herë të parë mbijetuari gjithë anktin, frikën për vitet që ka përjetu, po e shndron në forcë dhe po bëhet zë edhe për të tjerët që ende vuajnë në heshtje. Ky mbijetum, do të thonë që nga viti 2005 disa herë është paraqit para organizatës për ndjesinë me kërku ndihmë, po turpi në fakt ka qenë shumë I fuqishëm se sa vet ai dhe ka hezituar me u çast burimeve të ndihmës. Vazhdimisht për vite të tëra tregon se si ka ardhur deri tek parku, ka shikuar gjithçka nga jashtë, po nëse hym brenda, nëse më njeh dikush, nëse del historia jam, çka ka menduar me mua, derisa në vitin 2018 e ndëgjon për herë të parë Vasfie Krasniqin duke e rrëfyer historinë e saj dhe aty me guximin me I shkruar dhe me I treguar që edhe unë jam I një mbijetum, por që unë kam forcën sikurse ti me fol publikisht. Megjithatë e pyet nëse mund të flas në organizata, është gjithçka e besueshme, a mbetet rrëfimi aty. Dhe aty e merr konfirmimin prej Vasfies se gjithçka që flitet në organizata që ofrojnë shërbime është konfidenciale. Dhe ky të nesërmen vjen në organizat edhe për herë të parë gjithë heshtjen e tij, gjithë traumën e tij e flet me zë. Kur më rrim drejt kjo pikun e pata pyet se çka të shtyn me fol, me nda historinë tane publikisht. Edhe pa thënë që unë jam shumë e sigurt që ka shumë njerëz që ende jetojnë me të njëjtën traumë sikur se kam jetuar unë, jetojnë me të njëjtën frikë, me të njëjtën ankth sikur se kam jetuar edhe unë për vite të tëra. Dhe nëse me rrëfimi im vetëm një të mbijetuar ka më shty nesër me kërku ndihmë pas ta dëgjoj historinë time, për mua është një paqe sepse unë kam qenë lëkurën e tij. Për mua Vasfia ka qenë inspirim dhe unë dua të jem shpëtim për dikën tjetër. Dita memorialit mbijetuarit e dhunës seksuale është thjesht një thirrje për gjithë shoqërinë kosovare që të jenë më mbështetëse, që t'janë të tregojnë më të mirë kuptueshëm karshit mbijetuarve dhe dhunës seksuale, që ta trasojnë rrugën ku të mbijetuarit mund të kërkojnë ndihmë, sepse po e përsëris që gjithmonë kur të mbijetuarit ndihen të kuptuar, aty fillon hapi shërimit të tyre. Derisa ne nuk flasim, derisa ne nuk krijojmë rrugë ku ata munden me u nditë të lirshëm për me kërku ndihmë, stigma, trauma do të jetë aty dhe ajo nuk I prek vetëm direkt të mbijetuarit, po patyshim që I prek familjet dhe gjithë shoqërinë tonë. Prandaj 14 prilli është thjesht një thirrje për më shumë solidaritet dhe për më shumë mbështetje për mbijetuarit e dhunës seksuale.